është argumenti I fundit që japin para se të rrezohen gjithë këta. Por ata vazhdoj? Se e tha diçka me zë do ulët, po nuk. Profesor, para pak ditësh Bashkimi Evropian miratoi raportin IBAR. Këto protesta, më falni për shprehjen, I kanë pshurr atë raport. Kemi pak kujdes shumë. Edhe Edi Ramës, por edhe Bashkimit Evropian. Protestat në sociologji njihet parimi I efektit flutur. Efekti flutur nuk kupton që një flutur merret si shembull, që një ngjarje e vogël percepiton në mënyrë të tillë që bëhet madhore. Edhe merret si shembull që një flutur tund krahët në Indi, lëvizet ajri dhe ai pastaj mund të çojë deri në një tsunami diku tjetër. Ngjarja Zverneci është efekti flutur. Është mbushja e gotës. Është mbushja e gotës. Absolutisht. Kush është problemi më I madh që ka Rama? Nuk është protestuesit. Problemi më I madh që ka Rama është që legitimitetin e tij e ka krijuar nëpërmjet legitimitetit të jashtëm. Edhe atë legitimitet të jashtëm e ka impunuar me forcë brenda, duke masakruar zgjedhjet, duke masakruar kundërshtarët, duke masakruar dhe opozitën. Ju e keni parë që në 2-3 raste, kur mediat e huaja kanë shkruar kundër Ramës, njëherë një media gjermane shkruajti kundër vllajt Bildi për trafik droge, njëherë tjetër Rai 3 bëri një raport po prap për lidhjet. Është marrë Rama personalisht vetë. Pse? Sepse ai e din fuqinë që ka media dhe perceptimi ndërkombëtar. Në rastin konkret, edhe ulërimat që lëshonte në CNN, I lëshonte sepse nuk arrin më të kontrolloj tsunamin që është krijuar në mediat ndërkombëtare. Po të hapësh Twitteri, ka një javë, 7 ditë, që trendi kryesor është Zverneci, është Shqipëria, janë protestat. Lajmet botërore. Nuk I kanë dalë, nuk I ndalon dot më, kanë dalë gjindi nga shishja. Dhe kjo është ajo çfarë e gjindos edhe bën edhe të dalit kërcej të bëj ato gjeste që bëri në Elbasan sot si... Ata janë profesioni ti, s'keq. Dhe... Ti do t'ja marrësh edhe profesionin. Më thamë moderatorja që mos përdor fjalë edhe s'po përdor, dhe nuk po përdor më. Por problemi real I Ramës është që ati I ka rënë legitimiteti I jashtë. I ka rënë plotësisht. I ka rënë edhe tjetra, që edhe miqtë e vet, ata që e kanë sponsorizuar, ata që e kanë majt, ata që I ka paguar, ata që si ka paguar, ata që e kanë paguar këtë, nuk e mbrojnë dot më. Po I ka tradhuar ata. Nuk e mbrojnë. Po I ka tradhuar. Dhe tani janë bërë edhe miq, edhe armiq janë bërë të gjithë kundër. Sepse edhe miqve ju është kthyer në kosto dhe nuk e mbron dot më. Prandaj del edhe shpik armiq të tjerë tani. E nisi me grekët, vazhdoi me serbët, kaloi tek armiqtë e Izraelit, pastaj kaloi tek Irani, armiqtë e Amerikës, pastaj del tani e thotë që nuk po protestojnë për mua, po protestojnë kundër presidentit Trump. Tash I përmend njëri më në shesh presidentin Trump, se s'ka lidhje me presidentin, po merren me ta. Dje doli shau algoritmin e rrjeteve sociale, nesër nuk e di se çfarë. Po sot shau edhe këta klerikët muslimanë që ta plasin në përgjami. Shau edhe fiu vet protestuesit. Elementi pastaj tjetër nga brenda është cilësia e këtyre protestuesve. Nuk janë spartanet e opozitës këta. Janë gjithë trime, janë kategori tjetër këta. Unë kam marrë pjesë në protestat e opozitës që në 2013, kam parë edhe këtë protestë nga është energji tjetër kjo. Është energji që ky nuk e kontrollon dhe nuk e anatemon dot. Sepse është energji, nëse ata janë spartan, këta janë kërcimtar, valltar, nuk mundet janë qytetarë në sjellje. Pse? Sepse janë kategoria neutrale, nuk janë kategoria e dy ekstreme. Kanë vetë besim. E dy ekstremeve. Kanë vetë besim të drejta.